se të jap, i bëjmë atë me drejt. Victoria. Hajde gëzuar pra. Ai, sigur të quna, ai sigur të quna. Ja sigur të quna, e mos liberat. O, të zuar të quna, të fjeqe dhe të ja rëndove të Plas, mirë pala kume të këto. O mbret. Zuar. Një sekund, prit doktor, një sekund, sa të rregullohemi pak. Po, pozicionohuni pak. Një sekund, lutem. Jemi. Qytetarëve të Elbasanit, banorëve të këtij vendi, barë shqiptarëve, ju uroj nga zemra këtë festë, në të lashtër, në të bukur e festave, festën e ndrimit të natyrës, festën e shpresës, e bukurisë, luleve. Dita e verës e gjën Elbasanin, i gjën shqiptarët, më optimist, më besim plot se kur, në ndryshimin e madh të 11 maj. 11 maj, ose kjo ditë, frymëzon çdo shqiptar që me 11 maj të ndahen nga ky regjim që i varfroi ata gjerë në palës. Dhe unë sot nga Elbasani duhet t'u premtoj shqiptarëve, kudo që janë, se 3 muajt e parë, ajo që e kemi quajtur paket e dhimbshurisë, do të nxjerrë çdo shqiptar nga varfëria ekstreme ata që janë. Do të thotë se do kenë një minimum jetik prej 200 eurosh. Nuk do ketë pensionist që do marrë ndën 200 euro pavarësisht se e ka sot pensionin dhe pavarësisht nëse ka apo jo pension dhe pavarësisht nëse e ka të plot apo të pjesëshëm. Pra, do bëhet një shpërndarje e re e të ardhurave buxhetore. Do ketë një rritje 20% të pensioneve. Do ketë një rrogë minimale 25% më të lartë se kjo që është sot, pra do jetë jo më pak se 500 euro. Do ketë një rrogë mesatare 1200 euro. Dhe unë zotojmë para qytetarëve të Elbasanit dhe të Shqipërisë, dhe duhet të rikujtoj këtu, se për rastësi, premtimet e mia për dyfishim në rrogave i kam bërë për herë të parë këtë qytet, dhe e kam mbajtur atë fjalë. Përsëri, unë e mbaj atë fjalë, rrogat do dyfishohen, dhe nuk do ndalim vrapin ton gjersa të bëhemi përsëri njerëzit më të paguar në rajon. Kur ne të bëhemi njerëzit më të paguar në rajon, do thotë se ne gëzojmë të mirat dhe pasurit që krijon ky vend, dhe i shpërndajmë ato
I shpërndajmë ato me zemër në dorë, i shpërndajmë me drejtësi, jo duke krijuar një hendek të tmerrshëm midis rroglarëve dhe rrogulve, sepse këtu njëri është hendeku midis të pasurve dhe të varfërve, hendek që do bëhet gjithçka për të ngushtuar, por është hendek që ekziston kudo, s'mund ta mohojmë këtë. Por tjetër është hendeku midis rrogave më të larta dhe rrogave më të ulta. Ky hendek është në Shqipëri, i garantoj qytetarët, është dy herë i gjysmë më i thellë se në çdo vend tjetër që ti. Në qoftë se në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidenti i vendit merr një rrogë sa 5 rroga mesatare të qytetarëve të atij vendi, në Shqipëri presidenti merr një rrogë sa 10 rroga mesatare të qytetarëve të këtij vendi. Dhe kjo deputeti po kështu e me radhë. Ndaj dhe do të rrisim rrogat e ulta dhe rrogën mesatare dhe do të arrijmë të ndajmë nga kjo e keqe që po zbraz Shqipërinë. Shqipërinë po e zbraz varfëria, ndërkohë që nuk ka një vend tjetër më të pasur se sa kjo pasuri natyrore. Kështu që ftoj ta vazhdojmë së bashku këtë betejë, me 11 maj ne shkojmë besim plot, shkojmë me programin më të mirë për të ndryshuar jetën e shqiptarëve, shkojmë me programin më të mirë për një arsim cilësor dhe shtetësi cilësore, me aleancën më të gjerë që kemi bërë në një fushatën më të gjerë, aleancën më të gjerë elektorale që kemi firmosur në njëherë, e gjithë qena e djathtë, i gjithë fluksi është bashkuar, përveç se edhe do të them qytetarëve, asnjë vot për Patericat e Edi Ramës, sepse ata uftuan botërisht, urdhroni pavarësisht nga mendimet e ndryshme, në qoftë se ju jeni opozitar, jeni vetën opozitar, bashkohuni me ne në aleancë. Mirë po ata nuk i lejoj problemet e tyre, nuk i lejuar, ndaj dhe votat për ta janë vota për Edi Ramën de facto, themi atë që është apo jo. Përveç kësaj, thash, ne kemi programin më të shkëlqyer, programi Shqipërisë madhështore, një program që Shqipëria se ka patur kur më parë, po që i garantoj që do jetë realitet i pa diskutueshëm. Tani, themi të vërtetën, kemi edhe magjistarin, krye magjistarin ose të themi bashkë krye strategun e fitores më të thellë, më të madhe në historinë e njerëzimit, si që ishte rikthimi Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë me datën 20 janar. Chrysler Civita është një fuqi natyrale, elektorale në vetë. Edhe njërë gëzuar ditën e verës. Dita e verës me Elbasan pa dashur punën dhe deputetëve të Elbasanit ju uroj gëzuar, me qenë se unë ju urova gjithë qytetarëve, ju uroj gëzuar fest ditën e verës. Për sa i përket deputetit që that ju, ai bëri zgjidhjen e tij. Midis betejës në sheshën e burrave, zgjodhi tikun edhe shkojnë punë vetë. S'kam çfarë them, nuk bëri gabim, po prap ka kohë ta mendoja atë vendim. Tani, hajde më mbrapa tash në mes. Me fitore, shumë faleminderit. Patjetër, pa një foto bashkë, se do bëjmë një selfie. Hezi pak. Bravo. Sa të Berisha.
Shumë faleminderit. Doktor. Doktor, ti viturë. Jesi pak, o. Doktor Fitore. O, Donald. Jesi pak. Je. Mos më lini afër, a? Shty. Tak mojta, sa? Ma mojta, se ka përplasë në skit. Ja, to jest pak mrapa tu, ne? To Donald, mos më lini shumë mrapa. Cel. Hai să cum mrapa. Zhur, faleminderit. Zhur. Zhur.
kjo është shumë e bukur. Faleminderit. Doktor, fitore, doktor. Do fitoj pa tjetër. Pa tjetër. Gëzuar. Shumë faleminderit. Faleminderit. Set. Hava. Has price. Me datën 12 TikToku vjen përsëri në telefona. Edhe ai arkivohet Edi Rama si censori më i keq në histori pas babait ti që firmosi varjen litar të Havzinels vetëm për ta censuruar. Kështu që TikTokun do ta rikthejmë prapë.
Gëzuar dhe me fitore. Gëzuar dhe fitore, bravo. Po. Qaj ka frika të merë nga fjalët tuaja, pra në edhe e mbylli. Doktor si, Mirë si vaj kam, foto bosh. me kënaqësi të madhe. Shumë faleminderit. Gëzuar. Pa tjetër. Mire kjo. Shpejti fure me salen. Shpejti do. Nuk kam. Gëzuar. Je vetë se mrak. Gëzuar. Fitore. Hajde më pa me, po mos të rritemi. Majtë shkallë. Pa tjetër. Në falë e shpejt. Hecëm. Po, sa shkallë, kujdes. Kujdes shkallën, po? Foto para. Brenda vetëm kandidatën për këtë temë. Vetëm kandidatët për deputet, që se kam lidhë. Vetëm kandidatët për deputet. Vetëm kandidatët për deputet. A shu ka dhënë urdhër me urdhëm? Pa I thot, janë si thu tani, ka që më Se mos është në tjetër. Kemi edhe në tjetër. Në qënë dërëj? Po qëtë. Tani, hajde. Faleminderit. Mos ka tjetër kandidat? Më kom së gjithë e lartë. Okej. Vazhdojmë pak live, pastaj po. Hajde gani. Gëzuar dhe shumë të mira. Faleminderit shumë. Ardian, ulu, Ardian. Ardian, ulu.
Hajde, o mundi, hajde. Hajde. Gëzuar. Mirë. Mirë, edhe shije, aje mirë. Pari, edhe një herë, ju uroj gëzuar këtë ditë që ka frymëzuar dhe frymëzon njeriu. Ndrimin, shpresën, optimizmin. Ditë në cilën qytetarët shqiptar, qytetarët e Elbasanit, presin fillim në ndryshimit madh, presin kurorëzimin me sukses të plot të fitores së 11 majit. Fitore e një rëndësie të pakrahasueshme, të paparalel në tërë historinë e zgjedhjeve në Shqipëri. Fitore në cilën ne duhet të faktojmë shqiptarëve dhe botës se arritëm me votën e lirë, me votën tonë, në mënyrë të civilizuar të përmbysim në një harë kohor prej 3 dekadash një diktaturë të dytë në Shqipëri. Një diktaturë e cila sot ka shtruar vendin e vendin e të burgosëve politik, në vendin e përsekutimit politik, në vendin e grabitjes me gjykatat mandateve, në vendin e plagshkitjes më të madhe të një kombi në histori. Nga do që t'i analizosh, kur mendon se ky vend në 12 vite, kjo qeveri në 12 vite, ka administruar 65 miliard euro, 65 miliard euro, dhe ka sjell shqiptarët nga më mirë të paguarit në më keq të paguarit në rajon. Pra, këto miliarda nuk u përdorën për jetën e qytetarëve, rrogat, pensionet e tyre. Këto miliarda nuk u përdorën për një transformim madhështor të infrastrukturës. Këto miliarda u zhduken, u vodhën dhe vetëm u vodhën. Këto miliarda u investuar në skemat se si të vidhet më shumë. E kemi lanë në vitin 2013 me rrugën Tiranë-Elbasan. Vepra e vetme më parë në rëndësishme që prisnin qytetarët e Elbasanit për ta gëzuar si duhet këtë rrugë, ishte bypassi. Ta dalë dhe shkojnë investojnë për te Elbasanit, se kështu kërkon klientele atyre që ndajnë parat,
dhe bypassi që ka projektin gati, që ka trajektorin gati, që ka çdo gjë gati, bypassin nuk e ndërtojnë. Çka u kushton mesatarisht të paktën gjysmore në shumë qytetarëve, jo vetëm të Elbasanit, qytetarëve të gjithë Shqipërisë juglindore për të ardhur në Tiranë. Po. Nuk është mund të numërojmë shumë, por çfarë do t'u sugjeroja unë ju në këtë përpjekje të jashtëzakonshme? Spari do bëni gjithçka të bashkoni çdo fluks opozitar në veten tuaj. Do shtrini dorën çdo opozitari. Do pranoni bashkimin në diversitet. Bashkimi në diversitet është prova e tolerancës, është lakmusi për një demokrat, për një njeri që u qëndron vlerave demokratike. Unë ju them ju, gjatë janë ftuar të gjitha këto partit, pavarësisht se ka prej tyre që nga mizeri ndark dhjen dhe flasin Sali Berisha urdhoni thashu. Mbajnë atë mendim që keni për Sali Berisha, po hajde të rrëzojmë Edi Ramën. Nuk prish puna jo, se ju e keni këtë obsesion. Por të rrëzojmë Edi Ramën, kjo është të largojmë të keqe që po e shkatron Shqipërinë. Ndaj dhe do të përpiqni të tërhiqni me vetë. Do të përpiqni të bindni çdo person që don të jetë opozitar dhe e konsideron largimin e Edi Ramës nga pushteti si shpëtimin e Shqipërisë. Në tërësi, klima është shumë pozitive. Dhe siç keni paju, listat janë mirëpritur gjërësisht. Por një gjë është e sigurt, që nuk kanë asnjë krahasim, asnjë lloj krahasimi me listat e palës tjetër. Edi Rama ka sot 10 prej tyre me dosje të rënda, vjedhjesh, hajnish, përvetësim pronash, ja ku jemi ne, opozitar, 12 vite, montuan procese politike nga matyshmet dhe nëzorën se janë persekutor politik. Ky është një avantazh shumë i madh për kandidat të opozitës. Ne mund të kemi dhe kemi pa diskutim të metrat tona, dobësit tona, por ne nuk kemi mëkatet e tyre. Ne dalim, ne kemi qëndruar 12 vjet në opozit, dhe dalim sot para shqiptarëve të betuar që do punojmë për ta. Të betuar që do ndryshojmë jetën e tyre. Në qytet, në fshat dhe kudo. Ne kemi një program që vërtet e transformon Shqipërinë. Çfarë do t'u sugjeroja si gjë të dytë unë ju? E dyta është kjo. Çdo fjali, çdo fjalë, çdo bisedë, ju do shpalosni programin e Partisë Demokratike. Kur mos u lodhuni me këtë. Ju do i thoni çdo qytetari që ne do vendosim minimum jetik 200 euro. Së shumë, por një gjë është, me 200 euro nuk është kusht në varfëri ekstreme. Varfëria ekstreme nuk ekziston.
Dhe po të merr një vendet e Bashkimit Evropian, vendet e Bashkimit Evropian nuk kanë varfëri ekstreme. Pse? Sepse japin pysh këte. Dhe ne po e përgatisim që në 2013, por ne humbëm pushtetin, se ne këtë skem po përgatistim. Thash, e kam thënë, gjetëm 15.000 familje në varfëri ekstreme, dhe atyre do të jep çdo muaj minimumin që u duaj për të mos qenë varfëri ekstreme. Tani ne do e vendosim këtë normë, tani ne do u kthehemi me forcën më të madhe 3 muajt e parë. Njerëzve më në nevojë. Dhe njerëzit më në nevojë sot janë pensionistët. Janë 1/3, më shumë se 1/3 e kombit. Njerëz që kanë shkri jetën e tyre, energjitë e tyre, mendjen e tyre, muskujt e tyre në ndërtimin e këtij vendi dhe tani ndjehen të shpërfillur, të skajuar. 57% e tyre nuk kanë pension të plot, kanë pensione të pjeshme. Dhe ndaj edhe në të raste, zgjidhja është kputje e nyjes Rubikonit. Është vendosja e një minimumi jetik 200 euro, pavarësisht sa ka punuar, sa s'ka punuar, pavarësisht sa mund mos ketë punuar kurrë etj me radhë. Nuk duhet të ketë shqiptar nën 200 euro në xhep. Kjo është zotimi ynë i prerë. Nuk mund të marrin pensionistët, ata që janë me rroga të ulta, me të njëjtin çmim gjërat bazë. Jo, atyre do jepet karta e konsumatorit, për të cilën do u rikthehet i gjithë të veshëja e ushqimeve dhe blerjeve bazë. Nuk janë kaq pak, janë 450 euro, janë më shumë, sa u përket pensionistëve, janë 3 pensionet sotme, janë afërsisht një rrogë minimale, pra nuk është një gjë e pa përfillshme. Jo, është e përfillshme ajo. Dhe bëjmë një gjë shumë të mirë, sepse të paktën nuk numërojnë kafshate. Nuk mund të pranohet ky çmim nafte. Dhe kjo do të pasurohet tek të gjithë qytetarët, tek ata që kanë makinë dhe tek ata që s'kan makinë. Po qëllimi ynë nuk është të mos kenë makina njerëzit, qëllimi është të kenë makina njerëzit. Kështu që ne naftën, se është një gjë, është një piramidë nafta në Shqipëri. Është një piramidë nafta në Shqipëri. Me 7 prill të vitit 2013, nafta në bursë, 160 dollar fuqia. Në tregun shqiptar 1400 lek. Me 7 prill të vitit 2023, nafta në bursë 80 dollar fuqia. Në tregun shqiptar 1600 apo 1800 lek. Pra, këtu është një piramide të mërshme, pse kjo? Duhet të jemi realist. Ky ka vu një taks naftës më absurde. Po t'i vesh për litër naftë, po të marrun ty në çdo litër naftë 1.1 euro, natyrisht, se ai tregtari dhe importuesi i ka, s'ka problem. Aja merr qytetarit am thotë. Pra, ky është një taks që s'ekziston kund në këtë formë, në këtë shkallë. Ndaj dhe ne do të ulim taksën e naftës, do sjellim naftën në çmimet që shet Kosova. Kosova e merr naftën pothuajse tërësisht nga Durrësi dhe atje shet 40% më lirë se tek ne. Ka kontrabandë të jashtëzakonshme. Kosova me 400 sa mijë automjete konsumon 630.000 ton naftë. Shqipëria me 870.000 automjete konsumon 520.000 ton naftë. Këtu ka një gjë, ka një kontrabandë që shkon të paktën në 300.000 ton. Të gjitha këto do të luftohen, se kontrabanda e naftës nuk bëhet pa qeverinë kurrë.
Ajo vjen me gjemi, me anije, dhe nuk ka anije të padukshme. Po bat me qeverinë, është diktuar, e marrin nga Irani, e marrin nga Libia, e marrin nga burime të tjera dhe e fusin në Shqipëri. Kështu që ne duhet të përqendrohemi. Duhet të përqendrohemi me të gjithë kohën tonë, me qytetarët tek shpjegimi, tek programi që kemi. Një program që përfill dhimbjet e qytetarëve. Ne do të transformojmë arsimin dhe shëndetësinë. Nuk ka gjë më të vështirë se i transformosh ato. Por ne jemi optimistë. Pse jemi optimistë? Se ne e morëm arsimit në atë gjendje që e morëm dhe arritëm të sigurojmë një rritje vertikale në PISA. Do të thënë, në vitet 2006-2013, rritja e cilësisë arsimit në Shqipëri ka qenë vertikale. Dhe në vitet e tyre, 8 vitet tyre, rënja po vertikale 69 pikë sa në asnjë vend tjetër në botë. Asnjë vend nuk ka psuar një rënje të tillë. Pse kanë shkatruar arsimin? E kanë bërë, e kanë militantizuar, e kanë deformuar, e kanë orientuar, me fjalë, arsimin e zhvlerësuar rolin e mësuesit. Ne i vëmë mësuesit në një tretën e sipërme të rrogave të vendit. Këta e kanë zbrit përsëri mësuesin dhe mësuesi sot është më i keq paguar në rajon. Po kështu mjekët, po kështu shtetësia, sot ne paguajmë, shqiptarët paguajnë 62% të shpenzimeve për kujdesin shtetësor i paguajnë nga xhepi i tyre, është llogari e Bankës Botërore. Ndaj dhe ne duhet të rrim të shpjegojmë qytetarëve zotimet tona se alfa e programit ton është lehtësimi i dhimive të tyre. Është nxjerrja e tyre nga kjo varfëri ekstreme që ku është zhytur Shqipëria. 41% e fëmijëve nuk ushqehen si duhet në Shqipëri. U rikthye kequshqyrja. E patëm zhduk kequshqyrja e fëmijëve. Tani është rikthye kequshqyrja, sipas UNICEF-it. Natyrisht, programet lokale kanë vlerën e tyre. Qeveria veprën e parë publike që do filloj krahas zgjerimit të autostradës Tiranë-Durrës do të jetë bypassi i Elbasanit. Asgjë më urgjente nuk ka se ky bypass. Nuk ka më urgjente. Këta janë të pa llogaritse, të pa imagjinueshëm. Po ky bypass i shërben qytetit, i shërben të gjithë zonës juglindore të vendit. Dhe ti i len ata të gozhdohen gjysmore, 3 çerkore, dhe pse shkon ndërton atje ku s'ka një ngushticë në trafik. Nuk janë për të mos ndërtuar autostradën Elbasan Prenjas, Elbasan Qafta, por përparësi absolute ka bypassi. Fut 8 milion, 10 milion për të ndërtuar Formula 1. Po më e ndërtojmë atë, po në radhë parë bypassi. Është bypassi që, sepse kjo u kushton shumë qytetarëve, u kushton kohë, u kushton naftë, u kushton shumë gjëra. Ndaj dhe premtimet duhet të jenë konkrete dhe atyre premtime që i bëjmë ne i bëjmë premtime. Ne deklarojmë përparësi absolute këtë bypass kushton, nuk është se s'kushton, por do të bëhet, nuk u shkojnë të investohet radhë parë këtu. Pastaj do bëjmë investimet tjera me radhë. Unë besoj se përzgjedhja jote që ekonomia të jetë epiqendra e programit dhe në këtë kuadër prodhimi në Shqipëri të jetë krenaria jonë, Made in Albania të jetë krenaria jonë, është jashtëzakonisht është e drejtë, po shtërron. S'po prodhon Shqipëria. Po të vini re ju,
nga Mjezit dhe ndark flitet për turizm. Shumë mirë, është një potencial i madh i pa diskutueshëm. Por të ardhurat nga turizmi janë qesharake për të gjithë popullatën, jo për ata që kanë hotele, për ata që kanë motele, për ata ose që japin me qera, ata fitojnë diçka dhe nuk janë pak ata, nuk e injorojnë. Por problemi është se përsëri statistika tregon se këtë vit e vitit kaluar me 11.6 milion turist që thot qeveria, janë gjithsejt 7.8 milion net fjetje. Pra, përsëri turistëve u takon 0,6 apo 0,7 net fjetje, asnjë natë fjetje për turist. Asnjë natë fjetje për turist. E di ç'do thot kjo? Kjo do thot se në shitjen e përgjithshme kanë patur një vit më parë 140 milion euro, këtë vit mund të kenë 150 milion euro, si të vëshë e tyre merren 7-8 milion euro. Pra, qytetari që nuk ka hotel, që nuk ka apartamente me qera, që nuk e pa apartamente me qera, dhe që janë 90% e shqiptarëve, ata fitojnë gjithsejt 4-5 euro për një turist. Ndërkohë japin për turizm, po t'i kthesh për frym për turist, 230 euro nga taksat e tyre. Sepse ky shpenzon 430 milion euro për ndërtimin e infrastrukturës komplekseve të investitorëve strategjik. Rrugëve, ujë, elektriciteti, furnizimit me energji e tjerë me radhë. Nuk ka vend, ky është colonial style, ky është stil kolonial. Kur në një vend ndodhin këto, është shfrytëzimi më tipik kolonial. E kthen një jamerat pasuria atyre dhe po këtu nuk është këtu dakord ta supozojmë për një moment. Të supozojmë se do t'ja u lënë këtyre, tjerë do rrinë me rrip të shtrënguar dhe të marrin këta 100.000 familje që kanë këto lokacionet për të. Po mirë kjo, po të marrish këtyre tjerëve ti 230 euro për çdo turist për të investuar, kjo pastaj është shfrytëzim. Ti i shfrytëzon këta ato. Kjo merr fund. Ne do të formalizojmë turizmin, ne kemi investuar në turizëm, do investojmë përsëri dhe nuk ka dyshim që është një potencial i jashtëzakonshëm, por prodhimi është prioriteti ynë absolut. 6 semestra me radhë që bie prodhimi. Rënja e prodhimit është rënja e punësimit, rënja e prodhimit është rrëzim për ekonominë, është rrudhje për Shqipërinë, është stopimi i zhvillimit. Ndaj dhe ne do përqendrohemi me të gjithë forcat tona të nxisim prodhimin në Shqipëri. Absolutisht e realizojmë këtë me siguri dhe me shpejtësi. Sepse do rivendosim, do bëjmë Shqipërinë vendin më tërheq për investimet e huaja, do tërheqim kompanitë më të mëdha në botë high-tech-ut, do ta bëjmë Shqipërinë një epicentër të teknologjive më të larta, në kushtet më të leverdishme, dhe ne rikthejmë dhe njëherë ku e bazojmë. Kemi rritur, kush doj t'i marrë statistikat, nga viti 2006 në viti 2013, eksporti është rritur me 320%. Kemi 3.2 herë rritur eksporti. Eksporti është prodhim, nuk eksportojmë shërbime, ne eksportojmë prodhim. Ndaj dhe ne përqendrohemi të ky program, sepse ky program, sado që duket Shqipëria madhështore, por është absolutisht në duart tona, në plam të dorës, është në ëndrrën më të bukur të çdo shqiptari dhe kjo realizohet plotësisht. Ndaj dhe miq të dashur, në çdo takim të mos merr se këta çfarë kanë ta. Këta duhen ta devijojnë diskursin. Kanë 3 ditë që merren me dashsulën dhe me musteqet e thuja kujtim gjusi.
këta duen që të eklipsojnë me propagandën e tyre një program madhështor, një program që shqiptarët se kanë patur kur për para këtij, 100% të realizueshëm dhe të merren me tema tjera. Nuk duhet të bijem në asnjëherë në këtë spiralë të tyre. Ata le të flasin për këto ato, ne do flasim për programin tonë. Ne do flasim për programin tonë. Ne do pyesim qytetarët. A je dakord me këtë rritje pensionesh? A je dakord me minimumin jetik? A je dakord me rrogën minimale 500 euro? A je dakord me rrogën mesatare 1200 euro? A je dakord që të vendosim paketën, të vendosim kartën e konsumatorit për rrogë ultit dhe pensionistët? Pra, ne do shkojmë me këtë gjuhë, nuk do shkojmë me ai të vazhdoj. Nuk ne udhëheqim fushatën tonë, nuk e udhëheq për kusht tjetër. As mediat, as kundërshtari dhe as njëri. Kemi një avantazh ne që se ka kush sot në botë, ne kemi krye magjistarin planetar të fushatave elektorale. Krisla Sivita është bashk arkitekti i fushatës më të suksesshme në historinë e njerëzimit, që ishte fushata e fitores Donald Trumpit. Po pse më e suksesshme? Se absolutisht ishte jo vetëm Amerika, po gjithë bota kundër po fuj. Dhe ata fituan njerëz që besuan në parimet e lirisë, në të drejtën dhe fituan. Edhe ai erdhi, nuk është se e zgjodhi rastisht Shqipërinë, u them unë juam. Ai ka patur normal që ai ka patur oferta dhe shumë të mëdha, më të fuqishme se kjo që i bën Partia Demokratike, po ai e zgjodhi, e tha kur erdhi këtu. Unë erdha se ky është kukulla e George Sorosit edhe unë erdha për të vazhduar punën e Trumpit, për të vendosur një fitore të opozicës. Në deputetët që nuk janë në lista, unë i ftoj që të kontribojnë. Në politikë, udhëtimi nuk është me një finish. Udhëtimi është i gjatë. Sot nuk u zgjodhe, nesër zgjidhesh. Por e rëndësishme është ti qëndrosh. Shikoni, këtu, aty në ata njerëz aty që na përshëndetet, mos harroni gjë. Me qindra prej tyre kanë 30 vite që na ndjekin, që na mbështesin, që sakrifikojnë, dhe që përsëri nuk është se janë bërë as deputet, as kanë marrë ndonjë ofiq, po pse ata u qëndrojnë besnik idealeve të tyre. Dhe kjo është arsyeja që ata nuk na mbështesin se ne u kemi krijuar privilegje atyre. Jo, absolutisht. Por ata kanë atë botë kuptim për lirinë, për dignitetin, për vlerat, dhe kjo është që na mbështesin. Ndaj dhe edhe kjo, ata e kam fjalën këtu për miqt, kolegë tanë, deputet, që nuk u vendosen në listat e mbyllura, një padrejtësi e diktuar nga Edi Rama në vitin 2021. Kjo është një padrejtësi e diktuar prej tij, në mënyrë absurde, me të cilën ky synoi të çfaros partitë e vogla, në radhë parë. Ky me këtë u bëri padrejtësinë absolute partive të vogla, duke mos u lanë atyre asnjë shans tjetër, ose të bashkohen me partitë e mëdha, ose rasti i LSI-s, se ju e keni, e cila në vitin 2021 me 108.000 vota mori vetëm 4 deputet, kurse partitë e mëdha morën 7-8.000 vota, 1 deputet. Atyre u binte këtyre ora 25.000 vota, 1 deputet. Po këto janë antidemokratike. Këto janë praktika antidemokratike dhe ne nuk pajtohemi kur me to. Ne në rastin e parë që të na jepet mundësia, ne japim hapësirë lirisë. Partitë e vogla, të quajtura, të marra së bashku janë 1/3 e elektoratit shqiptar. Janë 1/3 e elektoratit shqiptar. Pra nuk udhëhiqet
Shiko, është një, domethënë, është mentaliteti diktatorial i njeriu që ti heq këta qafet. Po pse do heqish këta qafet, i kur kanë elektorata më thotë. Çfarë do bësh ti me ta? Pse ke këtë inat? Këtas nuk duhen as mua as ty të duhen. Këta duhen dikë tjetër. Po në rregull janë këta. Janë pjesë e spektrit politik pluralist të Shqipërisë, më thotë. Ky e bëri këtë. Ndryshimi që u bë, prap lista është e padrejtë, unë e them, edhe jam absolutisht. Por siç ishte më keq. Pse? Sepse për të futur në listën për të futur deputet duhet mirë 10.000 vota. Në 10.000 vota, ajo ishte pastaj u futën 3-4 vend gjithsej, siç e dini. Kurse kështu këta që kanë vet, këta kanë garë, kush merr më shumë futen. Cili merr më shumë? Pra, një korrigjim u bë. Nuk është ajo që duhet të jetë. Do të shpresojmë që pas zgjedhjeve të ndryshojmë kodin dhe ta bëjmë të drejtë. Ta bëjmë nuk bëhen veprime antipluraliste. Veprimet antipluraliste janë veprime antidemokratike, janë veprime kundër demokracisë. Ja u them unë ju. Ne kemi qeverisë që nga 96 gjerë sot me koalicion. Edhe atër kur nuk ka qenë nevojshme për koalicion, ne kemi pa koalicion. Më pyesni ju mua. A është dobishëm? Ja u them është shumë i dobishëm. Pse është shumë i dobishëm? Midis tjerash, për është vlerave që sjell, është një farfrenimi. Është një farfrenimi që ti të mos e përdorish atë mazhorancë që ke, duke te i kalue disa kufi, ose duke i quar në ekstrem ato, të kufizon. Vërtet mund të paguash një çmim, mund të ngadalsoj pak, po prap e bën më demokratik. Një qeveri koalicioni është më demokratike, është më vetë përmbajtur. Pra, po ta marrish në këtë kontekst, ne që jemi një vend që duhet ndërtojmë demokracinë, ne kemi nevojë për të qeverisur në këtë mënyrë dhe kjo do rikthehet përsëri. Ju falenderoj shumë për këtë pyetje dhe shpreh bindjen më thellë se një fitore shkëlqyer na pret me datën 11 maj, me punën tonë, me mundin tonë, me djersën tonë. Ju keni qëndruar, keni rezistuar dhe duhet u përshtes të gjithëve. Në veçanti do të përshtes Qaniu, i cili e vërteta është një forcë elektorale natyrore, me potencialet që ka dhe që pavarësisht se nuk u përfshi në listën e mbyllur, vazhdon betejën për fitoren e Elbasan dhe në Shqipëri, dhe unë duhet ta falenderoj këtu para jush, por edhe para demokratëve shqiptar kudo që janë. Të falenderoj gjithashtu të gjithë ju, të gjithë drejtuesit, mbështetësit tanë për optimizmin, vendosmërinë që kanë në këtë fitore. Faleminderit shumë.